miq dhe të ftuar, agjërus, besimtar dhe jo besimtar, ju uroj gjithëve mirëseardhjen në sofrën tradicionale të iftarit, që së bashku me lindën e shtrojmë me kënaqësi në nderim të vlerave dhe të traditës së ripërtrirë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Sofra e iftarit është e vetmja sofër në të cilën je edhe shtrues, edhe i shtruar, edhe zot shtëpie edhe mik, i ftuar edhe i lirë mes të njohurish, edhe i lidhur me të panjohurit rreth. Je ti që mbledh apo mblidhesh, por është diçka si prane që bashkon. Zoti, Allahu, universi, a më thjesht me fjalët e Kantit, hyjësia e qejve mbi mua, ligji moral brenda meje. Këto dy botë piktakohen në sofrën e iftarit. Dhe pikërisht kjo është dhe arsyeja pse qoftë edhe ateisti më i madh po u mblodh rreth asaj sofre, e ka të pamundur të mos mendoj, qoftë dhe për një çast, mbi vogëlsinë e vet nën yjsinë e madhe. Rreth kësaj sofre ligji i padukshëm që jeton brenda çdo qenie njerëzore, ligji që na thot se tjetri nuk është një huaj, po një fqinj, një bashkëtar, një grimc e ngjashme për kohësie në të njëjtin qiell, merr në zotrim territore të caktuara të mendjes dhe të shpirtit. Të vogla apo të mëdha, po i merr dhe bëhet i dukshëm për vetdijen, për këdo mblidhet rreth sofrës iftarit. Agjërimi mëson njeriu durimin e vetvetes dhe rrugën e zbutjes së paraardhësit të vet të parë, shpellarit që ka brenda vetes. Ndërsa çasti i uljes në sofrën e iftarit bashkon fundin e urisë së trupit me pikërisht ligjin moral brenda qenies njeriut, përmes bukës së ndarë mes njerëzve. Ai çast bëhet dinjiteti që rritet kur buka ndahet mes të tëra duarve dhe bëhet ora që nuk ndahet mes rrugëve të ndryshme të jetës, prej nga vijnë ata që mblidhen rreth sofrës. Si kjo sofër sonte, besimet ndryshme, profesionet ndryshme, brezat ndryshëm, njerëz që vijnë edhe nga vende të ndryshme, që luten në mënyra të ndryshme, ose nuk luten fare, po ulen bashk, sepse ndryshe nga të tëra tryezat, ku njerëzit ulen dreka, tarka nëpër Shqipëri, për të ngrënë dhe për të pirë së bashku, kjo iftarit ka një dritë ku ndërthuren qetësisht drita jashtme sipër nesh, nga të brëndshmen në secilin prej nesh. Në atë dritën mbi ne, yjsinë e qijeve kantian, qeniet njerëzore ndërtojnë ishuj të vegjël vllazërie, të mbjellë me miqësira dhe njohje, të banuar në piktakime, tryeza çmalljesh apo mbledhjesh, mjedise festash apo ngushëllimesh, ishuj të rrethuar nga përkohësia e jetëve tona dhe të mbrojtur jo vetëm përmes ligjeve të shkruara të bashkëtesës mes njerëzve, por dhe përmes ligjit moral në zemrën e gjithkujt prej nesh. Por në një ditë si kjo, mbledhur në sofrën e një tjetër fundite të muajit Ramazanit, është e pashmangshme